Një ditë pas mbledhjes së gjyqtarëve në ambientin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, u diskutua situata e pasigurisë në gjykata. Gardës së Republikës i është besuar një inspektim i detajuar në gjykatën e posaçme antikorrupsion. Mëngjesin e së premtes, komandanti Simon Zeriçi, i shoqëruar nga kryetari i gjykatës Erion Bani, ka kontrolluar në mënyrë të udhëtësishme hyrjet dhe daljet, sallat e gjyqit, zyrat administrative dhe hapësirat publike, duke përfshirë edhe zonat e parkimit dhe korridorit për transportin e të pandeurve. Inspektimi duhet të jetë konstant dhe të përfshijë çdo aspekt të nga sistemi i kamerave dhe pajisjet e monitorimit deri te trajnimi i stafit për situata emergjente. Siguria nuk është privilegj, por detyrim për të gjitha institucionet e drejtësisë, deklaroi Bani gjatë inspektimit. Gjyqtarët e pranishëm në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor kanë kërkuar ndërhyrje konkrete nga Kuvendi dhe qeveria për përmirësimin e kushteve të punës dhe ngritjen e standardeve të sigurisë në të gjitha gjykatat e vendit. Ata shprehin se mungesa e masave mbrojtëse, kombinimi me retorikën e ashpër kundër gjyqtarëve dhe stoku i lartë i çështjeve që zvarriten në sistemin gjyqësor ka krijuar një ambient të pasigurt për magjistratët. Inspektimi në gjykatën e posaçme antikorrupsion vjen pas ngjarjes tragjike të vrasjes së gjyqtarit Asrit Kalaja brenda sas apelit me jurisdiksion përgjithshëm, një ngjarje që shkaktoi tronditie në komunitetin juridik dhe ngriti shqetësime serioze mbi sigurinë e magjistratëve gjatë ushtrimit të detyrës, veçanërisht në çështje pronësore të ndjeshme. Godina e cila për 2 muajsh është në proces rikonstruksioni, pritet të përfundojë në javët e ardhshme, ndërsa grupi i gjyqtarëve kërkojnë që pas përfundimit të punimeve të vendosen protokolle strikte sigurie dhe të përmirësohen masat mbrojtëse për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen. Ky inspektim shërben gjithashtu si paralajmërim për institucionet shtetërore për të marrë përgjegjësitë e tyre dhe për të garantuar mbrojtje fizike të gjyqtarëve dhe të gjithë personelit të gjykatave.